Gjimnazia Lidemi në Vlorë, aty ku studionte 17 vjeçari Leandro Shametaj këtë të mërkur në një ditë zie. Lot mes nxënësve të klasës ku studionte Leonardo një mesazh ngushëllimi në shkollë, ndërsa klasa e vitit të tretë ishte totalisht bosh, me një buqet lule të vendosur në bankën ku studionte vetë 17 vjeçari. Nxënësit dhe mësuesi kanë dhënë sot lamtumirin e fundit të shokut të tyre dhe nxënësit që fatkeqësisht ju pren ëndrat në mes nga një aksident i rënd i ndodhur në bulevardin kryesor të qytetit të Vlorës në kohën kur kthehej nga puna pak pas mesnate. E ndërkohë, vetë nxënës dhe mësues kanë qenë të pranishëm në homazhet që janë bërë në nder të 17 vjeçarit, ndërsa e kanë shumë të vështirë të shprehen. Asnjë prej tyre ende nuk e beson se 17 vjeçari nuk është më mes tyre. Nuk do të jetë më në klasë aty ku kalonte një pjesë të mirë të ditës. Një nxënës shëmbullor që veç mësimit kishte zgjedhur edhe të punonte në kohën e lirë. E tashmë për shokët, shoqet apo dhe mësues, kjo është një ngjarje shumë e rëndë, ndërsa klasa nuk do të ketë më një nxënës nga më të mirët e kësaj shkolle. Jeni bashkë, keni qenë bashkë në klasë me Leandron apo jo? Po. Çfarë viti jeni? Viti 3. Shumë nuk e prisnim, ishte shumë e shpërfituar edhe apo më si të gjithë. Leandro dhe i vllai studionin bashkë në një tim klasë? Po, në një klasë kemi pasur klasë. Si ishte sot patën? Ishte shumë bosh, shumë lodhshëm. Ne shkuam tek varrimi i Leandros dhe me thënë të drejtën ishte një ngjarje që ne akoma nuk e besoj që ka ndodhur. Edhe nuk e di se mund të jetë ai momenti kur shkova te bankën bosh atje, por që Leandra punonte pas mësimit, ka qenë në punë kamarie. po me sa thuhet po, nuk e di me saktësi, por që po. Sot nuk keni zhvilluar mësim? Jo, nuk mund të zhvilluar në tot mësim. Ju shkuam banës në fundit Po, një shkuam. të klasës. E përcollën me shumë dhimbje. Ishte fëmijë i edukuar me shumë sedër, punëtor, i qetë. Ai ishte nxënës që nuk e linte mësimin dhe njëkohësisht edhe punonte në kohën e lirë mbasdite. Po korrekt në gjithë aktivitetet, në gjithë marrëdhëniet, në gjithë detyrat që jepeshin. Si pat nxënësit e klasës së tij sot? Shumë të ligështruar, shumë të prekur. Kishit në klasë? Po, ishte në klasë. E kam pas për 2 vite. Ishte djalë shumë i mirë. Edhe dje që kishte vajte shtëpia, ishte trupi i tij që e pam gjithë. Ishte shumë bosh. E kupton se unë kisha shoqëri me atë, ziheshim, fajtoheshim. Prapë na marr malli. Shkonte në punë pas dite? Po, kishim dhe shoqëri të përbashkët, më së shumti. Ishte vërtet një djalë shumë shembullor, shumë djalë i mirë. Dite të respektonte, ishte minjos për çdo gjë, ishte dhe me mësime vërtet shumë përgjegjës për çdo gjë. Si ka qenë dita sot? Kërë një ardhë në klasë në mëngjes, më pasi një larguar? Ishte, nuk di ta përshkruaj me shumë dhimbje, di të them që kishte vërtet shumë ardhje si nga familjarët, si nga shoqëria, nga mësuesit gjithashtu, nga drejtoria e shkollës, senati. Ne vajtëm që të nderonim me pesëmarrjen tonë, sigurisht takuam dhe vllajin Vinjak, i cili nuk ishte në gjendje të mirë, por sadopak mbështetje. Nxënës dhe mësuesi janë bashkuar të mërkur të afërme dhe familjarëve të 17 vjeçarit, duke i dhënë kështu lamtumirën e fundit. Në bankën e vitit të tretë të gjimnazit Lidemi, një buqet me lule vendosur nga shokët e tij. Pikërisht në vendin ku Leandro ishte për çdo ditë, bashkë me vllain e tij Binjak dhe studionte në vitin e tretë, maturant. Në murin e shkollës një pankartë ngushëllimi për 17 vjeçarin, edhe si një apel i nxënësve, por dhe mësuesve për të vendosur drejtësi për Leandron.